Partitë politike do të vazhdojnë sot aktivitetet e tyre elektorale me tubime dhe takime me qytetarët në disa komuna të Kosovës në kuadër të fushatës zgjedhore. Lëvizja vetëvendosje do të mbajë tubim zgjedhor në fushë Kosovë duke filluar nga ora 16:30, ndërsa në orën 19 do të organizojë një tjetër tubim në Gjakov, në parkun e qytetit. Nga ana tjetër, Lidhja Demokratike e Kosovës do të zhvillojë aktivitetet e saj në 3 qytete. Tubimi i parë do të mbahet në Mitrovic në orën 17, pasuar nga takimi me qytetarët në Istog në orën 18:30, ndërsa aktivitetet e ditës do të përmbyllen me një tubim në Prishtinë në orën 20:30. Edhe Partia Demokratike e Kosovës ka paraparë 3 tubime zgjedhore gjatë ditës së sotme. Fillimisht në orën 17 do të qëndrojë në Viti, më pas në Gjilan në orën 18:30 dhe në fund në Kamenic në orën 20. Ndërkohë Alianca do të mbajë tubim elektoral në Prizren me fillim nga ora 20. Kryetari i Aleancës Ardian Xhini ka bërë të ditur se ka pritur sot në takim të ngarkuarën me punë në ambasadën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Anu Pratipati. Xhini ka njoftuar se gjatë takimit e ka falendëruar Pratipatin për vizitën, si dhe për urimet me rastin e marrjes së detyrës në krye të Aleancës. Sipas tij, gjatë bashkëbisedimit janë ndarë pikpamje për proceset aktuale politike në vend, me theks të veçantë të procesit zgjedhor në Kosovë. Po ashtu Xhini ka theksuar se e ka siguruar Pratipatin se ndryshimi i fundit në lidershipin e Aleancës nuk nënkupton ndryshim të orientimit strategjik të subjektit apo të bindjeve të tij për rrugën që duhet të ndjek Kosova. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka akredituar grupin e 2 të vëzhguesve për zgjedhjet e 7 qershorit. Në njoftimin e KQZ-s shtohet se vëzhguesit e akredituar përfaqësojnë 15 subjekte politike, 8 OJQ vendore, 3 organizata ndërkombëtare, 26 media vendore, 16 media ndërkombëtare, 4 përfaqësi diplomatike. Pas vendimeve nga mbledhja 60 e KQZ-s, numri i përgjithshëm i vëzhguesve të akredituar për vëzhgimin e zgjedhjeve të parakohshme për Kuvendin e Kosovës, të cilat do të mbahen me 7 qershor 2026, është 16.549 vëzhgues. Koordinatora Nacionale për Zgjedhje, prokuroria Laura Pula, shoqëruar nga menaxheri i projektit strategjik mbrojtja e votës, Besim Kusari, pritën në takim punë zëvendës drejtorit në përgjithshëm të policisë së Kosovës, kolonel Fehmi Hoti, i shoqëruar nga kolonele Florie Hajra, nga Departamenti i Jetimeve nga Policia e Kosovës dhe nga drejtori i Departamentit të Rendit Publik në Policinë e Kosovës, nën kolonel Arbnesh Ajvazi. Në këtë takim u diskutua lidhur me planifikimin, vlerësimin dhe angazhimin e prokurorit të shtetit dhe policisë së Kosovës në mbarvajtjen e procesit zgjedhor, si dhe për bashkërendimin dhe koordinimin e aktiviteteve të përbashkëta. Koordinatora Nacionale për Zgjedhje, prokuroria Laura Pula, informoi se tashmë janë të caktuar ekipet kujdestar nga prokurorët të shtetit dhe zyrtarët të sistemit prokurorial me qëllim të procedimit të çdo parregullësie që mund të ndodhë në këto zgjedhje. Policia e Kosovës përmes raportit të saj 24 orësh ka njoftuar se është arrestuar një person për blerje, posedim, shitje të paautorizuar të substancave narkotike. Arrestimi të dyshuarit është bërë në bashkëpunim mes policisë, doganës, postës dhe prokurorisë. Drejtoria për hetimin me narkotik në bashkëpunim me doganën e Kosovës, postën dhe në koordinim me prokurorinë kanë arrestuar të dyshuarin mashkull kosovar dhe tek i njëjti kanë gjetur dhe konfiskuar substanca narkotike si methamfetamin 2 gram, LSD 60 cop, ketamin 2 gram, Xanax 25 cop, Ecstasy 10 cop dhe një armë pistolete pa leje përkatëse. I dyshuari pas intervenimit me vendim të prokurorit kujdestar është dërguar në mbajtje, thuhet në raportim. Gjykata e Apelit ka vërtetuar vendimin e gjykatës themelore në Prishtinë, e cila ish kryetari në komunën së Mitrovicës së Veriut Erden Atić, që kishte dënuar me 6 muaj burgim me kusht për akuzën se në shtator të vitit 2016 ndërpreu transmetimin e seancës së Kuvendit të Kosovës në Radio Televizionin e Kosovës. Refuzohet si e pabazuar ankesa e mbrojtësit të akuzuarit Erden Atić, avokati Xhevdet Shala, ndërsa gjykimi i gjykatës themelore në Prishtinë me datë 20/11/2024 vërtetohet. Thuhet në vendimin e apelit, raporton Betimi për Drejtësi. Vendimi i apelit i përpiluar me 20 maj 2026 është marrë nga Kolegji i Gjyqtarëve i përbërë nga Mehmet Ndrecaj, kryetari i kolegjit, Ferit Osmani dhe Ali Kutlovci, antar. Qeveria në detyrë e Kosovës ka mbajtur mbrëm një mbledhje elektronike në të cilën ka marrë disa vendime të rëndësishme në fushën e shëndetësisë, bashkimit ndërkombëtar dhe inovacionit teknologjik. Sipas njoftimit të qeverisë, ekzekutivi ka vendosur të themelojë fondin e detyrueshëm të kujdesit shëndetësor të Republikës së Kosovës, duke cilësuar këtë si një hap të rëndësishëm drejt forcimit të sistemit të financimit të kujdesit shëndetësor në vend. Në të njëjtën mbledhje është miratuar edhe kërkesa e Ministrisë së Shëndetësisë për ndarjen e mjeteve buxhetore në vlerë prej 400.000 eurosh për zbatimin e marrëveshjes me trupat e organizatës